Ju përshëndes. Eksperimenti që ndryshoi mendimin për sa i përket shpresës. Ndonë se dikush nga ju mund të mendoj që shpresa nuk është asgjë, është thelbi i ekzistencës së njeriut. Njeriu lindi në këtë planet, ose lindi njeriu vet, edhe nga besimet fetare, për një sprov. Dhe a e dini që shpresa është thelbi i ekzistencës. Madje me shpresën mund të kurojeni, me shpresën mund të esni përpara. Me anë të shpresës ju mund të zbuloni, jo vetëm sekretet e kësaj bote, por edhe botën e përtejme. Dëgjojeni me kujdes këtë që do t'ju them sot, sepse flitet shumë pak për këtë. Bile do t'ju thoshe që ky është në ekskluziv, pra ky eksperiment këtu, sepse nuk kam folur asnjëherë për këtë lloj eksperimenti, dhe doja që ta diskutoja me ju. Bile do t'ju lutesha të lini një komentin tuaj në fund të kësaj videoje, nëse mendoni që ky argument është thelbësor. Si gjithmonë, kush nuk e ka bërë ende, bëjeni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi përherë bashkë. Ishte viti 1950. Carl Richer bëri një eksperiment, një biolog amerikan, bëri një eksperiment që ndryshoi një herë për gjithmonë mendimin për sa i përket shpresës dhe sa e rëndësishme është shpresa për njeriu, për ju, personalisht. Këto janë video copëza të videove ose të mendimeve alternative që i ndaj këtu me ju. Dhe ndonë se dikujt mund t'i duket që i shohin pak, 5.000, 6.000, ndoshta 10.000, ndonjëherë edhe 50.000 njerëz, por duhet të dini që jeni pikërisht ju që bëni diferencën. Dhe tani do t'ju them se çfarë ndryshimi ka ky eksperiment nga eksperimentet e tjera dhe pse nuk bëhet shumë publike. Tani po ja u them. Profesori bëri diçka fillimisht nuk e mendonte që ishte kaq i rëndësishëm ky eksperiment. Dhe si ju thash, në vitin 1950 ky biolog, Kurt, mori 2 vazo me ujë, vazo nga ato provzat që janë parafërsisht rreth 30 cm, i mbushi me ujë këto vazot dhe futi minj brenda. Dhe priti nëse minjt do të mund të notonin dhe sa kohë do të rezistonin në ujë. E çuditshme, sepse pas 15 minutash minjt e lanë vetveten, pra e braktisën jetën dhe e lanë vetveten dhe u mbytën. Mirë po, gjithë natën mendimi ishte i biologut, pse i lash që të ngordhnin. Ndoshta në një moment të dytë, nëse do ta provoja për herë të dytë, tha Kurt, ndoshta mund të i rezistonin më shumë, do ta provoj nesër, tha. Dhe kështu bëri. Por kësaj radhe nuk mori 2 apo 3 vazo, por e mbushi gjithandej që t'ishin shumë nga këta minj, dhe vendosi këta minjt aty, edhe filloi që t'i vrojtonte. Minjt filluan që të notonin dhe arritën deri në 22 minuta, parafërsisht, me fjalë të notonin. Ishte një sukses. Ndoshta minjt kishin komunikuar me njëri tjetrin, ose e dinin që dikush kishte ngordhur pikërisht nga rezistenca një ditë më parë, dhe ata mendonin që të kishin më shumë rezistencë. Mirë po, çfarë ndodhi? Teksa ata po braktisnin jetën, Kurt, pra biologu, i mori dhe i nxori nga uji, që të gjithë, dhe të shikonte se sa do të rezistonin në momentin e dytë. Dhe çfarë bëri? I pastroi, i fshiu, i freskoi, u dha për të ngrënë dhe i la që të qetësoheshin për pak. Pastaj, pas dite, i futi edhe një herë në ujë. Të ishte e njëjta ditë, sepse duke i vendosur në të njëjtën ditë, ata e kujtonin më mirë. Mirë po, në momenti që i la aty, filluan minjt që të notonin. Dhe notuan për rreth 1 orë e gjysmë. Disa nga ata edhe më shumë. Ata që nuk ja dilnin dot i hiqte profesori dhe i fshinte, i pastronte, dhe priste aty sa të vinte momenti i dur që të dilnin që të gjithë. Dhe miu që qëndroi më shumë ishte 2 orë ca. I morën, i pastruan, i rregulluan dhe pastaj ditën tjetër i vendosën edhe një herë në ujë. Merrini me mend. Kësaj here minjt notuan për 6 orë, por i pastruan edhe njerë, i çuan jashtë dhe vazhduan edhe njerë tjera. Herën tjetër, minjt notuan për 60 orë. 60 orë, 60, jo 1 orë, 60 orë notuan për të mbijetuar. Pse? Tani po ja u tregoj. Sepse njëri nga minjt mundi të notonte për 81 orë. 81 orë. Dhe e dini pse? Sepse priste që ta shpëtonin. Miu, të gjithë minjt, prisni që dikush do t'i nxirte, sepse atë bën gjatë kohës
profesori me ekipin e tij. Sa herë që ata ndieshin keq, e menin dhe i çonin jashtë. Dhe miu, për të mbijetuar, priste që dikush ta nxirte nga aty, edhe vazhdonte të notonte, vazhdonte me të gjitha forcat. E di që për dikë këto janë eksperimente makabre, por unë dua të përqendrohem tek shpresa. Shpresa e njeriut. Nga ai moment, biologu i mori dhe i shikoi pa parametrat e tyre. Kishin ndryshuar parametrat e trupit të minjve, ishin bërë ndryshe, kishin marrë më shumë forcë, ishin bërë më rezistent, por njëkohësisht ishin bërë edhe më agresiv, më të shpejt, me një fjalë me botën përreth. Pile ishte shtuar edhe, si mund të quhet, ai sensi i shpresës. Dhe me kalimin e kohës, studiuesit, sepse mendohet që e kanë provuar edhe në njerëz, kuptuan diferencën e shpresës se sa e rëndësishme është. Dhe unë tani po ju tregoj diçka që lidhet me njeriun. E përsëris edhe njerë, jam këtu vetëm për të ndezur shkëndijën dhe ta diskutojmë së bashku, por nga këto diskutime, padyshim unë ndes shkëndijën, por nga diskutimet e përbashkëta lindin ide të reja, dhe ne kemi një marsh më shumë për të kuptuar, për ta përballur jetën. Ndaj unë ju falemderit, pa fund që jemi për herë bashk, por do t'ju lutesha një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë eksperiment dhe për shpresën. Atëre, kur mos e lejoni veten, me një fjalë që të thoni, unë këtë nuk e bëj. Nëse keni vënë re, njeriu e braktis diçka sepse mendon se nuk arrin dot që ta bëj diçka. Vireni re, sepse nëse ju do t'i qepeni diçkaje, deri në fund ju do ta bëni. Në një mënyrë apo në një tjetër ju do arrini që ta bëni. Vetëm vdekja nuk përballet, sepse çdo gjë tjetër mund ta përballesh dhe mund ta realizosh, çdo gjë. Pra shpresa është ajo që mban në këmbë, jo vetëm njeriu, por gjithë speciet në këtë univers, me një fjalë të pafund. Pse? Sepse, siç thash, ne jemi ndërtuar të tillë, pra siç e keni vënë re, njeriu është ndërtuar i tillë që të mbijetoj, ose më mirë është një sprov që ai bën dhe të mbijetoj në këtë vend ku gjendet, pra në planetin Tokë, sepse e vërteta nuk është njeriu që shikoni këtu, me fjalë trupi ynë. Unë identifikoj Nadirin, por brenda meje energjia ime është ajo që jep unifikimin, si mund të quhet, e njeriut që unë jam. Pra unë jam edhe kështu mendoj, dhe duke menduar, cogito ergo sum, atë që them gjithmonë, dhe duke menduar, unë them që nga këtu fillon shpresa. Nga momenti që ti fillon të kërkosh, të arrish destinacionin që ti ke menduar, atëre ke arritur suksesin. Pra shpresa është thelbi i ekzistencës së njeriut. Pse nuk e thon? Tani do t'ju tregoj se përse nuk e thon. Sepse nëse njeriu nxjerr maksimumin e tij, ai padyshim do të kapërcej në radhë të parë ato parametra që të njeriu të thjesht dhe do bëhet më i zgjuar, do bëhet më i fortë sepse kupton shumë gjëra, nga eksperienca kupton. Dhe nga ai moment mund të shkatërroj ato barikadat që janë bërë kundër njeriut, me fjalë për të mos bërë më i zgjuar. Dhe ato lobet që janë aty, që qëndrojnë gjithmonë aty dhe të japin, të dhurojnë ose të ofrojnë atë çka atyre u intereson, që të mbajnë gjithmonë në kontroll, ata nuk u intereson që ti t'jesh i zgjuar, nuk u intereson që ti t'jesh ndryshe nga të tjerët. Sepse ti duhet t'jesh njësoj si të tjerët, pra si puna e minjve. Dhe ti nuk mund të jesh ndryshe, sepse nga ky moment ti bën revolucion, jo vetëm revolucion personal, por edhe revolucion shoqëror, dhe atyre nuk u intereson. Kështu që duhet të dini dhe diçka tjetër që është thelbësore ndaj lashtë të fundit, që është më e rëndësishmja. Me anë të shpresës ti mbijeton, sepse çfarë do të thotë kjo? Ti do gjesh mënyrën për të mbijetuar. Nëse të thoni që ke një sëmundje, çfarë do bësh ti? Do shkosh deri në cep të botës, deri në qiell, që ti të mund të gjesh mënyrën për të mbijetuar, siç e bën çdo kush. Pse? Sepse ti ke shpresë që do ta gjesh diçka. Pra nxirreni atë shpresën që keni, sepse me anë të shpresës mund edhe të kuroni vetveten. Po nëse ti bind vetveten që do bëhesh mirë, ti padyshim do bëhesh mirë. Nëse ti bind vetveten që do arrish një sukses, ti do të arrish suksesin. Pra filloni nga sot të kultivoni shpresën në mendjet tuaja dhe do shikoni ndryshimin e madh. Ju, çfarë mendimi keni për këtë? Pres komentet tuaja, ju përqafoj. Kalofshi një ditë bukur dhe një fundjavë të këndshme. Ju pres, hajde, ditë mbar.